Të tjerët kanë luftuar dhe vazhdojnë luftojnë sot komunistët, jo komunizmi. Ndërkohë që Partia Socialiste i ka vlerësuar komunistët për atë që ata kanë qenë dhe e ka refuzuar komunizmin për atë që komunizmi ka prodhuar. Dhe nuk është e rastit që sot e gjithë ditën në anën tjetër vazhdon dhe mbijeton në krye të asaj që gabimisht quhet opozit një mbeturin e komunizmit. E komunizmit në formën e vetë më të neveritshme. E komunizmit që siç e përcakton Václav Haveli, formën e vetë më të keqe e ka tek komunisti antikomunist. Po, ky s'është problemi jonë dhe ne nuk na intereson kjo. Thjesht për ilustrim mu desh ta sjell në vëmendje. Ndërkohë që Partia Socialiste ka të regjistruar po ashtu qysh në kryet herës në ADN-n e vet një raport me interesin kombëtar që e bën të vetmen forcë politike në historinë e këtyre 35 viteve që për asnjë moment nuk ka ceduar kur ka qenë fjala tek mbrojtja e interesit kombëtar.